Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Luanit. Do bëjmë një mesazh për ju, apo siç bëra pyetjen duke i përzier letrat, një e vërtet për Luanin, një e vërtetë. Cila është e vërtetë që duhet ta di Luani të dashur dhe po ta shohim. Në këtë figurë apo në këtë letër që shfaqin dy pemë, një trung i fortë dhe i trashët të dashur Luan, si lisi dhe një kallam bambuje, të dy të ndryshëm, të dy të bukur në mënyrën e vet, absolutisht. Por kur i krahasojmë me humbasim sikur kuptimin e vërtetë të secilit, apo jo? Janë që të dy drujnë, por njëri është lis dhe njëri bambu. Kjo letër flet për plagën e krahasimit. Kur e krahasojmë veten me të tjerët, e zhdukim në një farë mënyrë vlerën tonë atë të natyrshme. Harrojmë se nuk jemi të projektuar për të qenë si dikush tjetër, të dashur Luan. Mos e krahaso rrugtimin tënd, nëse jo veten, atë rrugtimin, fatin, me të askujt, as suksesin, as dhimbjen, e as ritmin, as mënyrën se si shëron apo shërohesh apo dashurohesh. Çdo shpirt ka formën e vet, kohën e vet, qëllimin e vet. Kur krahasohesh, ndihesh ose më pak, ose më shumë. Dhe në të dy rastet, largohesh absolutisht nga vetja e juaj, apo vetvetja. Ti nuk je këtu, të dashur Luan, për të qenë si dikush tjetër. Je për të qenë vetvetja.